Pra mbrigjeve të qeta dhe të bukura, liçenit të Ohrit, në juglinjë të Shqipërisë, fshihet një sekret që ka mbijetuar për mbi 8500 vite. Ky vend quhet Lini, një vend banim që i kalon kohës dhe që tregon historinë e hershme të njerëzimit në Europë. Nuk është thjesht një fshat i lashtë, por një komunitet i kompletuar, i cili krijoi një mënyrë të veçantë jetese mbi ujë, duke ndërtuar shtëpi mbi shtylla druri, duke zhvilluar bujqësinë e hershme dhe duke organizuar jetën e përditshme në një mënyrë që tregon inteligjencën dhe kreativitetin e banorëve të tij. Ky vend banim është i datuar rreth 6500 vite para Krishtit, që e bën atë më të vjetër se shumë nga vendbanimet e njohura të hershme evropiane. Struktura e tij unike, shtëpitë mbi shtylla dhe organizimi i hapësirës tregojnë aftësinë e banorëve për të përshtatur me natyrën dhe për të mbrojtur familjen dhe për të krijuar një komunitet të fortë dhe të bashkuar. Zbulimi i Linit ka qenë rezultat i punës së palodhur të arkeologëve shqiptar dhe specialistëve të Universitetit të Bernës në Zvicër. Gërmimet kanë nxjerrë në dritë mbetje të shtëpive, shtylla druri të ruajtura me kujdes, enë qeramike dhe mjete të përditshme të jetës së hershme. Çdo objekt, çdo fragment druri dhe çdo copë qeramike tregon historinë e një komuniteti që jetonte mijëra vjet më parë, duke kultivuar e shkuar, mbledhur bim, e ndërtuar shtëpi mbi ujë. Këto zbulime nuk ndikojnë vetëm në historinë e Shqipërisë, por riformosojnë edhe kuptimin tonë për zhvillimin e shoqërive të hershme në Europë. Jeta në Lin nuk ishte e lehtë, por ishte organizuar dhe e zgjuar. Banorët e tij ishin bujqit e peshkatarë, duke përdorur resurse natyrore në mënyrë të mençur. Ata kultivonin farat e para, peshkonin në liqen dhe ndërtonin shtëpi mbi shtylla druri për të mbrojtur komunitetin nga uji dhe kafshët. Çdo hap i tyre tregon përpjekjet për mbijetesë dhe bashkëpunim me çdo qetje arkeologjike. Tregon një pjesë të jetës së tyre të përditshme. Të shohësh këto mbetje, është si të kthehesh në kohë, duke imagjinuar komunitetin që lëvizte, punonte dhe jetonte mbi liqen para mijëra vjetësh. Rëndësia e Linit shtrihet përtej strukturave të tij fizike. Ky vend banim është një dëshmi e hershme e bujqësisë në Evropë, një provë se njerëzit nuk ishin thjesht mbledhës bimësh dhe gjuetar, por krijues të shoqërive të organizuara. Ai tregon përparimin teknik të epokës së Neolitit, aftësinë për të ndërtuar struktura mbi ujë dhe menaxhimin e një jete të përbashkët. Brenda një komuniteti, Lini është më shumë se një vend i vjetër. Ai është një dritare drejt origjinave të shoqërive evropiane dhe një udhëtim në historinë e hershme të njerëzimit. Sot vendbanimi i Linit nuk është thjesht një gërmim arkeologjik. Ai është një trashëgimi që duhet ruajtur dhe admiruar. Vizitorët mund të mësojnë nga kjo histori, të shohin strukturat e shtëpive të hershme, të kuptojnë rrënjët e civilizimit evropian, dhe të ndihen pjesë e një historie që ka formuar botën që njohim sot. Lini është një thirrje për të kuptuar se si jeta njerëzore ka evoluar si kultura jonë, ka filluar të formohet mijëra vite më parë
Sa e rëndësishme është ruajtja e trashëgimisë së lashtë. Lini Pogradecit nuk është thjesht një vend i lashtë. Ai është një udhëtim në kohë, një lidhje me paraardhësit tanë, dhe një testament i qëndrueshmërisë, kreativitetit dhe zgjuarësisë njerëzore. Historia e tij flet për jetën, punën dhe ëndrat e njerëzve të hershëm, dhe na kujton se e kaluara jon është një thesar që duhet ta ruajmë, admiruar dhe ndarë me botë. Ky vend banim është një dritare drejt së kaluar dhe një mesazh për brezat e ardhshëm, të ruajnë, mësojnë dhe respektojnë historinë e tyre.